Kush e kontrollon vërtet arin e botës? Shtetet me rezervat më të mëdha të arit. Në një botë ku ekonomit përballen me krizat njëpasnjëshme dhe tregjet globale luhaten, ari mbetet një nga asetet më të sigurta dhe më të vlerësuara për të mbrojtur pasuritë kombëtare. Pikërisht për këtë arsye, disa shtete kanë zgjedhur të grumbullojnë sasi të mëdha ari duke ndërtuar rezerva që shërbejnë si mburojë në kohë pas sigurie. Në krye të kësaj liste qëndrojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës me më shumë se 8.000 tonë arë të depozituara kryesisht në Fort Knox. Pas tyre vijnë Gjermania, Italia, Franca dhe Rusia, të gjitha me rezerva që kalojnë 2.000 tonë secila. Kina, një lojtar gjithmonë dhe më i rëndësishëm në arenën ekonomike botërore, por rritet me ritme të shpejta, duke rritur rezervat e saj, duke pararin si një mënyrë për të reduktuar varësinë nga dollari amerikan. Ekspertët thonë se ari nuk është thjesht një simbol i pasurisë, por një strategji afatgjatë për të ruajtur fuqinë ekonomike dhe për të përballur goditje të papritura në një botë ku gjithçka ndryshon me shpejtësi. Ari mbetet një kartë e sigurt për ata që luajnë fort në skenën globale.